Besimtarët ortodoks të Vlorës kremtojnë Krishtlindjet. Në kishën e Shën Teodorit në Vlorë është organizuar ceremonia rastit, ku qindra besimtarë u bën pjesë e saj. Ceremonia u drejtua nga atë Konstantin Prifti. Festa e Krishtlindjeve është një nga festat më të rëndësishme në kalendarin e festave të krishtera. Ajo kremtohet çdo datë 25 dhjetor dhe të kujton lindjen e shpëtimtarit Jezu Krisht. Pas Pashkve është festa më e rëndësishme për të krishterët. Dhe lindja trupore e Zotit e shpëtimtarit ton, Jezu Krisht, që kremtojmë sot, dhe të gjithë shenjtorëve të tu. Ti o Zot, vetë mirëpritur lutjen tonë. Amin. Dhurona ndjesën e fajeve tona. Amin. Në mesazhin drejtuar të gjithë besimtarëve ortodoks, atë Konstantin Prifti thotë se mishërimi nuk është thjesht një mrekulli, është dhurata më e madhe që mund t'i jepet njerëzimit. Vetëm prania e Jezu Krishtit mund të ndriçojë zemrat dhe shpirtrat tanë dhe mund t'i japë jetës sonë dritë dhe gëzim. Atë Konstantin Prifti thotë se duke bërë të mira, Krishtlindja do të ketë kuptim të vërtet dhe gjithçka tek ne do të ndriçohet nga fjala e bërë mish. Mishërimi nuk është thjesht një mrekulli, është dhurata më e madhe që mund t'i jepet njerëzimit. Nëpërmjet pranisë së energjisë së tij hyjnore, Krishti Perëndi njeriu aktivizon, fuqizon dhe gjallon natyrën tonë njerëzore dhe na bashkon me Perëndin, gjë që asnjë mësues, profet apo ligj venës nuk mund ta bënte dot kur. Ngjarja u ofrohet të gjithëve, por jep frut vetëm tek ata që kanë dëshirë, që kanë përullësi dhe qëllim të mirë. Shën Johani shkruan: të gjithë ata që e pranuan Krishtin, ai u dha pushtet që të bëhen bijë të Perëndisë. Për çdo njeri që kërkon paqen e brendshme, të vërtetën dhe plotësinë, festa e gëzuar dhe plot dritë e Krishtlindjeve vjen si rrezë shprese, ngushëllimi dhe paqeje. Duhet ta shpallim me gëzim këtë lajm të mirë dhe të dëshmojmë me zell dhe pa u lodhur se tashmë Perëndia banon ndër ne. Tani, më shumë se kur, bota ka nevojë për dritën e Krishtit. Harmonia fetare është një ndër pikat më të forta, jo vetëm të vlonjatëve, por edhe të shqiptarëve në përgjithësi. Drejtues të komuniteteve fetare, komunitetit musliman dhe komunitetit katolik ishin në kishën ortodokse të Vlorës, nga ku përcollën mesazhe e urimi me rastin e Krishtlindjeve. Në këtë ditë feste ju urojmë të gjithë besimtarëve ortodoks dhe katolik gëzuar festën, t'ja kalojnë sa më mirë me miqtë e tyre, me familjarët e tyre, dhe kjo ditë qoftë një ditë reflektimi për të kthyer tek besimi dhe tek pajtimi mes njëri tjetrit, tek hareja, ajo që në fakt kemi vite që na mungon, na ka marrë malli për atë paqen shpirtërore dhe familjare. Shpresoj që këto ditë të jenë ditë të cilat duhet të reflektojmë dhe pas tyre të jetojmë sipas këtij reflektimi. Edhe një herë ju uroj gëzuar, t'ja kaloni bukur me miqtë tuaj, me familjet tuaja. Ju uroj gjithë gëzuar Krishtlindjen. Është festa e shpresës, paqes dhe gëzimit. Jam i super lumtur këtë vit, sepse Zoti na ka dhuruar shumë gjëra edhe emisie mirë me kisha ortodokse, edhe dua të uroj gjithë mirësia, paqen edhe shpresës ka Zoti. Gëzuar festën edhe gëzuar ditëlindjen.